Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisioni Evropian konfirmon se po mban në mbikëqyrje institucionet në Shqipëri për mënyrën se si po veprojnë pas akuzave për korrupsion dhe ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos deklaroi në intervistë për Politikos se Shqipëria po bën një punë të shkëlqyer për anëtarësimin. E pyetur nëse ishte e shqetësuar për situatën aktuale në Shqipëri dhe me hetimet për ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku, apo se si po e menaxhonte kryeministri Edi Rama procesin e anëtarësimit, Kosu shpreh se SPAK, Agjencia kundër korrupsionit në Shqipëri, po bën një punë të shkëlqyer dhe e rëndësishme është që nëse ato raste janë aty, cilat janë reagimet e tyre, dhe këtë po e monitorojmë edhe ne, u shpreh Marta Kos, komisionere për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Shqipëria garanton mbështetjen për Kosovën. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha në një takim me ambasadorin e Kosovës në Shqipëri, Skënder Durmishi, deklaroi se Kosova mbetet një përparësi e padiskutueshme e politikës së jashtme. Gjatë takimit, Hoxha bën me dije se rikonfirmuan angazhimin e palëkundur për thellimin e partneritetit të ngushtë dhe veçantë dhe zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në të gjitha fushat, përmes koordinimit të ngushtë institucional, rritjes së shkëmbimeve ekonomike dhe avancimit të projekteve të përbashkëta me rëndësi strategjike në fushat e sigurisë, energjisë, infrastrukturës dhe arsimit. Partia Socialiste rihap debatin për referendumet. Kryetari i grupit parlamentar të deputetëve të shumicës Tauland Balla theksoi nevojën e një ligji të tillë duke premtuar një proces gjithëpërfshirës dhe të gjatë konsultimesh me jurist, profesor, student dhe shoqërinë civile. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste, prandaj jam këtu bashkë me nënkryetarin, do të zhvilloj disa tureza të mëdha konsultative me jurist, me profesoratin, student, me shoqërinë civile, me qëllimin e mirë që të shkojmë në një draft të konsoliduar mirë, i cili edhe pasi të hyjë në procedurën e kuvendit, aty do të jetë një proces i gjerë konsultativ. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha denoncoi rritjen e çmimit të karburantit në vend. Në një dalje për mediat, Berisha tha se Shqipëria është ndruar në instrument të tiranisë ndaj qytetarëve të saj. Shkaki i kësaj rritje, sipas Berishës, është ngarkesa fiskale dhe nafta kontraband. Nafta në Shqipëri është ndruar në një instrument të tiranisë ndaj shqiptarëve, në një instrument të çmimeve stratosferike, të paksimit të racionit ushqimor në tovolina, të çmimeve stratosferike, të largimeve të tyre nga Shqipëria. Fillon punën këtë javë Bordi i Transparencës i Qeverisë Shqiptare në një përpjekje për të mbajtur nën kontroll çmimin e karburanteve. Duke nisur nga kjo javë, çmimet pritet të caktohen nga Bordi i Transparencës, i cili është zyrtarisht në fuqi prej mbrëmjes së të njëjtës. 5 ditët e fundit, çmimi i naftës në Shqipëri është fiksuar në vlera 214 lekë në pjesën më të madhe të pikave dhe 217 lekë për litër në disa të tjera. Çmimi nuk ka ndryshuar pavarësisht luative të forta në bursë. Çmimet që përcaktohen nga Bordi gjatë situatës së veçantë janë të detyrueshme për të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari në fushën e tregtimit të nënprodukteve të naftës dhe të gazit në vend, sipas përcaktimeve të legjislacionit të fuqi, thuhet në vendim. Krijimi një modeli më të qëndrueshëm të tregut farmaceutik në Shqipëri që mbron interesin publik, sigurinë e pacientit dhe tërheqjen e tregut për operatorët dhe industrinë ishte në thelb të takimit ndërmjet Ministres së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala me përfaqësues të Agjencisë Italiane të Barnave. Në këtë kuadër u theksua rëndësia e reformës së re në çmim dhe furnizimin e barnave, si dhe e masave që synojnë të forcojnë qëndrueshmërinë e sistemit. Një vëmendje veçantë ju kushtua një memorandum i mirëkuptimi, i cili do të krijonte një bazë të rëndësishme për forcim kapacitetesh në vlerësimin e teknologjive shëndetësore, forcimin e farmakovigilencës, si dhe shkëmbimi i informacionit për sigurinë e barnave dhe bashkëpunimi në politikat rregullatore, autorizimin e barnave dhe sistemet e kontrollit të cilësisë. Sport. Shqipëria mundet 2-1 nga Polonia në gjysmëfinalen e play-offit për Kupën e Botës 2026, duke mbyllur ëndrrën për një pjesëmarrje historike në finalet të botrorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada. Momenti vendimtar i pjesës së parë erdhi në minutën e 42, kur Arber Hoxha përfitoi nga një gabim në prapavijën polake dhe shënoi duke dhënë avantazhin 0-1 për Shqipërinë. Në topi dërguar tek Ardian Ismaili. Dhe që qarutësie, porta për! Gol! 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 1-0 në Varshavë! 1-0 në Varshavë! Arber Hoxha! Arber Hoxha! 0-1! Arber Hoxha!
Pjesa e parë përfundoi me kuqezinë e përsi. Polonia reagoi me Lewandowski në minutën e 63, barazon shifrat 1-1 pas një goditje këndi ku sulmuesi e dërgon topin me kokë në rjet. Ndërsa në minutën e 74, Polonia kaloi në avantazh me një super gol të Zielinskit, duke tronditur kombëtaren shqiptare dhe duke vullosur fitoren 2-1 për vendasit. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.